Familjet që e kundërshtuan komunizmin dhe të tjerat që regjimi i shpalli më vonë armiq të pushtetit, u privuan për gjysmë shekulli në Shqipëri nga çdo e drejtë njerëzore. Të ishe fëmijë i një familje të tillë ishte një barrë e rëndë dhe shpesh e padurueshme. E vetmja deg ku mund të kapeshe ishte ngushëllimi të vërtetës, se pjesa dërmuese e këtyre familjeve qenë flamurtar të patriotizmës dhe punët më të vlerëta të historisë mbanin pikërisht emrin e tyre. Por kjo histori e ndritur ishte njëkohësisht edhe arsyeja e luftës që ju bëhej, dhe kjo luftë ishte e egër dhe e pa kompromis. Ajo nuk kursente as fëmijët në djepa dhe as pleqt në ditët e fundit e jetës. Xhafer Sadiku, historian dhe autor i një varg librash me vlerë të veçantë për historiografinë, është po ashtu një fëmijë që vjen nga familje patriotike, që vuajti mbi supe një histori të gjatë e të vështirë terrori, pa pasur asnjë faj. Ai ka studiuar në arkiva prej afro 3 dekadash çdo fenomen të diktaturës në Shqipëri dhe e ka zbërthyer në detaje gjithë formulën diabolike të funksionimit të kësaj diktature për gjysmë shekulli. Në thelb të kësaj formule, ai vendos ndryshimin rrënjësor që regjimi komunist i bëri shoqërisë shqiptare. Përmes një rrëfimi vetjak ndërthurur me një analizë historike, historiani Xhafer Sadiku do të na zbërthej në këtë episod të dosjes K një nga plagët e rënda të diktaturës, përdorimin e shkollës si një armë terrori mbi fëmijët e familjeve kundërshtare të komunizmit, e përmes saj krijimin e një shoqërie të indoktrinuar e të devijuar nga thelbi i saj. Xhafer Sadiku ka lindur dhe është rritur në fshatin Shelq të Dëshnicës së Përmetit. Në familjen e tij flitej gjithherë për patriotizmën e të parëve të tij dhe përkundër klimës së ashpër të regjimit që i kishin vënë vulën e tmerrshme të kulakut, që në djep, gjithsesi ai do të rritej si një fëmijë me vetëdije të lartë, duke i bërë ballë gjithçkaje me të cilën do ta përballte jeta në diktaturë. Ai tregon se i gjithë persekutimi që kishte nisur me njëherë pas luftës e nuk do të ndalej deri në ditët e fundit të diktaturës, lidhej vetëm me sfondin historik të familjes së tij dhe pozitën shoqërore që gëzonin të parët e tij. Zonë kodrinore malore në fakt në Shqipëri. Të Shqipërisë nuk se kanë pasur diferencime të mëdha pronësore, sepse edhe për shkak të lidhjeve që fshatarët kanë me njëri tjetrin, sepse vinë pak a shumë nga një fis, nga edhe kur ndahet prona që ndahen, kur ndahen vëllezërit, kur ndahen fëmijët, ndahet në mënyrë të barabartë. Dhe diferencën pastaj e bën vetëm puna, ose numri i burrave që kishte në familje, edhe kështu ishte edhe familja ime, familja e gjyshit, po them. Ande gjyshi i tij, Xhafer Sherif Shelqi, prej të cilit Xhaferi nuk ka trashëguar vetëm emrin, por edhe karakterin e tij të papërkulur, la gjurmët e tij në ngjarjet kryesore të historisë së Shqipërisë. Kur ndodhen ato ngjarjet e mëdha të vitit 12, pavarësia e këto të tjerë, duke qenë se ai ishte në një moshë të caktuar, nuk i mungonte trimëria për ata që kanë njohur dhe ashtu, ka marrë pjesë në ato këngritjet e atyre viteve, ka qenë pastaj duke mbrojtur territorin shqiptar në atë periudhë, ka marrë pjesë pastaj në luftën e Vlorës në 1920, jo thjesht si luftëtar, por ka qenë dhe si organizator i asaj zone. Po ashtu, edhe gjatë viteve të luftës së dytë botërore, Xhafer Sherif Shelqi do të jepte kontributin e tij me gjithë influencën që ai kishte në atë zonë. Duke qenë pronar në kuptimin fshatar, mbi të mesën, po themi ashtu, kanë qenë familje tradicionale, po dhe kushdo që kalon ndej e kthenin ata për drejt, por si të ndodhte, ose ktheheshin vetë ato, do takohemi me gjyshin e me këtë, takoheshin, bisedonin për probleme, por në një moment Enver Hoxha tha që nuk po kishin do të shtrirje në tërë vendin, edhe u dërgoi këtyre partisë vet
u dërgoi një shkresë, u thoshte që në zonat tuaja, thoshte, kemi shumë nacionalistë të pavarur, që kanë bërë luftë me Vlorës, thoshte, e kanë bërë ndryshe, thoshte, por tani, thoshte, 13 nga ne. Me këta, thoshte, duhet t'i afroni, do gjeni çfarë ndoqën. Duhet t'i afroni që t'i bëni për vete, në një mënyrë në mos na ndihmojnë, të paktën mos na prishin punë. Tani një nga këta ishte edhe gjyshi. Xhaferi thot se edhe Jati, Dalani, do të ndiqte gjurmët patriotike të babait të tij dhe do të angazhohej pa kursim në vitet e luftës së dytë botërore. Kur ikën italianët në 43 në shtator u krija boshllëku, vakun pushteti se gjermanët erdhën, nuk instaluan fare në përmet ose në zonat kodrinore malore, ata vetëm rrugët doni, edhe qytetet e mëdha. Edhe kaq, u krija boshllëku dhe krijuan një këta paria, çfarë ishin këta, krijuan një qetat që quhen qetat territoriale, që po ti shikosh sot nuk thonë, dikur kur ishim ne të rinj e përmendse këtë qetat territoriale, historiografia komuniste. Sot nuk e përmend më. Pse nuk e përmend? Sepse nuk i krijuan ata qetat territoriale, po i krijuan këta patriotët. Si për shembull erën ja dy nga paria saj zone erën te shtëpia e gjyshit tim dhe thanë po na nuk dalin gratë dot në punë, nuk vjen te çezma se na gjeti bilan me këta banditët me këta, se vinin nga rrethet tjera. Ko lufte dhe ko pa pushtet. Edhe vinin, po dhe ai, bëni si që kemi bërë ne në vitet 1908, 1912. Qa keni bërë? Jo, kemi bërë këtë, kemi krijuar qeta që të mbroni, si që ishte qetet Qeqiz dhe me Algamenës, qeta për të mbrojtur territore, për të mbrojtur njerëzit. Ashtu po. Edhe vajti, unë dha, janë plak vetë, po dërgoj të mirë. Kështu ka qenë. Fundi i luftës dhe vendosja e regjimit komunist do të shënonte edhe nisjen e një prej periudhave më të vështira të historisë për gjithë familjet patriotike me influencë e me histori të ngjashme si ajo e familjes së Xhafer Sherif Shelqit. Fituan komunistët dhe gjë e parë që bën, këta eliminuan ata që kishin parinë lokale, sepse do instalonin pushtetin, po pushtetin nuk e instalonin dot nëse ishin këta. Sepse populli njihte këta. Nuk njihte këta ishin të rinj, nga mosha pavarësisht propagandës që themi, jo lufta, po dhe se dhe luftën e kanë bërë patriotët, e kanë bërë 43-44. Patriotët e kanë bërë. Done ulën influencën dhe i goditën. I goditën e kështu dhe tani çfarë bën biografinë. Që në 44 këta në celulat komuniste bën biografinë njerëzve. Dhe në andej zonat e dëshmisës nga mund për shumë nga 15 familje që kanë qenë për të mbrojtur Shqipërinë në vitet 12-14, nga 15 familje, 14 i bën kulak. 14 i bën kulak, vetëm njëri shpëtoi pa bërë kulak, kush është ai ishte gjyshi i regjizorit Gzim Kame për shumë. Me që po ja përmës emrin, sepse për mirë po ja përmës, Aliu ka qenë burr i mirë, dhe patriot dhe trime e gjitha tjera. Do të thënë, 14 të tjerë të bën kulak. Kulak thënë ata, sepse gjyshi im ishte patriot. Nuk e do të thënë dhe baba im, ka qenë në Frontin Nacional Qendror, ka qenë mitralier, nuk ka qenë me një pushk druri si këta, që mburren sot, sikur e kanë bërë këta luftën. Luftën e kanë bërë të parë tanë. Këtyre që i skeduan, i bën kulak, nuk u jepnin drejt në arsimit lartë. Edhe njëri nga ata janë dhe unë, për këtë nga si të flas në emër të atyre që janë si unë. Ka qenë një krim terrori, më bën të them që të mos kem asnjë fije respekti për asnjë mësues. Të brezitim, të rinisime, të fëminisime, të adoleshencës dhe të rinisime. Asnjë fije respekti të mos kem për asnjë. Ca militant. Ne ndodhëm, fëmijët e Brezion, ndodhëm midis dy lloj mësuesësh. Ishin mësues që ishin komunistë dhe që ishte 10% deri në 12% e arsimtarëve ishin komunistë dhe disa mësues të tjerë, një pjesë e mësuesve të tjerë që ishin të persekutuar në kuptimin me njolla në biografi. Ata që ishin komunistë na urreni për shkak ideologjie edhe pse ne ishin fëmijë dhe pse ishim nxënës të mirë, dhe më të mirë. Personalisht kam qenë nxënës i mirë shkollës. Dhe të tjerët na urrenin nga frika se mos i shikonin këta
të tjerët dhe ruanin veten. Nuk na mbanin afër fare. Na mbanin ne këta të diferencuar. Këta na urrenin, këta në diferenconin. Unë kam qenë midis këtyre. Xhaferi ka lindur në vitin 1954 dhe periudha që ai përshkruan i takon viteve 60, por dokumentet arkivore dëshmojnë një klim të tillë terrori, ndoshta edhe më të ashpër që në vitet e para të diktaturës. Ky dokument i vitit 1948 e dëshmon qartazi këtë klim terrori në shkollat shqiptare të diktaturës ndaj fëmijëve të mira familjeve që regjimi i kishte etiketuar si armiq. Raporti informativ i Ministrisë së Brendshme dërguar Komitetit Qendror për disa shkolla në Shkodër zbulon si e ushqenin dhunën në shkollë si mjet për të nxitur dhe forcuar luftën e klasave, ku fjala rrahje, kapje për gryke, përplasja e kokës për muri e tjerë artikulohej si diçka e zakonshme dhe normale. Në një fragment të raportit shkruhet: u vendos që të përjashtoheshin deri 6 elementë reaksionar nga organizata edhe të përgatitej terreni për rrahjen e këtyre elementëve nga nxënësit. Pas kësaj, elementët e tjerë reaksionar më në dukje të kapeshin nga nxënësit e mirë të organizatës dhe të kërcënoheshin ashpër. Edhe drejtori duhet i kërcënonte disa profesor reaksionar dhe pas kësaj duhet i dorëzoheshin komitetit ekzekutiv që tu hiqte vërejtjen edhe ky. Për të gjitha këto vendime, sekretariati i shkollës duhet të bënte planin se si do të procedonte. Pas këtij plani, raja publike dhe kërcënimet kishin sunduar shkollat e Shkodrës. Ja të shkruhet më tej në dokument. Disa nxënës të rinj komunistë dhe antar partie në oborrin e shkollës kapin dhe rrahin disa element reaksionar në dukje. Pas kësaj, në dhomën e sekretariatit të shkollës, nga presidenti, sekretari organizativ dhe shok të tjerë të sekretariatit, u thirrën afro 13 element reaksionar, ku u kërcënuan duke ju përpjekur kokën pas murit dhe duke i zënë për gryke. Kështu shkruhet në raport, duke e shtuar më tej se dhuna ishte shtrirë edhe tek profesorët që cilësoheshin si element armik. Drejtori thirri disa profesorë aksionar dhe njërin e kërcënoi duke e kapur për hunde ose për gryke. Fushata ishte pasuar me kundërshtimet që kishin hasur me familjet e këtyre nxënësve, të cilët, siç thuhet në dokument, e kishin ndaluar vajtjen në shkollë të fëmijëve të tyre, duke kërkuar siguri për ta, ndërsa Ministria e Brendshme i propozonte kupolës së regjimit një plan masash për vitin e ardhshëm që të kishin më shumë efikasitet në këto fushata dhune ndaj kundërshtarëve politik të regjimit, në të vërtetë të fëmijëve të tyre në shkolla. Fundi i viteve 50 do të shënonte në familjen e Xhafer Sadikut një ngjarje që do ta rëndonte gjendjen e tyre në familje dhe shoqëri. Iati Dalani do të burgosej pas një vale të gjatë survejimesh që i bëheshin prej njerëzve të sigurimit të shtetit. Në raportet e sigurimit për vitin 1958 theksohej: sot si përpunim kryesor kemi vetëm Dalan Xhaferin nga Katundi Shelq, ngritur në përpunim aktiv në vitin 1957 për agitacion e propagandë. Është kulak dhe njëri me influencë, jo vetëm për fshatin e tij, por për gjithë krahinën. Pas kësaj fushate, survejimi Dalan Xhaferin e arrestuan në korrik 1959 dhe e dënuan me 13 vjet burg. Po ajo burgos në vitin 59 dhe ka dalë 67, në fundi 67. Atëre ishte, e thonë vetë ata, ishte presion se sigurimi nuk s'ka prova, ku prova, drejtoria e Tiranës. Jo, thoshin edhe të rrethit për me, dhe ta fusin burg. Vetëm se kishe, janë historia më të vjetra, por që janë vjetra. Është një urrejtje për gjyshin. Urrejtja që ai mbrojti Shqipërinë në 14-ën, në 12-ën. Ja kanë ndjeku 2 shpinë. 2 herë. Se mbrojti fshatarët dhe krajinës vetë, andej se mos i therin thika. Atë pagua, unë faktin e di, tjerë nuk e din. Tjerë nuk e din se e ka bërë vetëm Enver Hoxha. Enver Hoxha thjesht ishte një marionet në duart e tyre, nuk ishte Enver Hoxha në një njeri thellë. Ato i bëndin data tjerë. Sepse natyrshëm njeriu pyet, këta që i luftojnë, kjo familje që luftojnë, me kaq e gërësi, për çfarë?
Si ka mundësi, se nuk e pranon arsyeja një gjë. Përdesa nuk e pranon arsyeja, si mund ta justifikoj unë goditjen ndaj tjetrit? Atëherë, ishte një arsye tjetër. Ishte kjo arsye. Dhe për këtë dënuan dhe baban tim. Në kohën që i ati u burgos, Xhaferi ishte vetëm 5 vjeç dhe si fëmijë i duhej të përballej, përveç se me mungesën e të atit dhe dhimbjen e mallin për të, edhe me urrëtitjen ndaj tij si fëmia i një armiku. Për fat mirë, që në klasën e 5 kam lexuar romane. Biblioteka ka qenë oazi im i lirisë. Dhe kam mbaruar universitetin mbas 10-s. Nuk ishte puna se s'm lan mua, po ata i kanë bërë dëm Shqipërisë. Ata i kanë bërë gjëmë Shqipërisë. Por kanë shumë të drejtë në thonjza, sepse askush nuk u ka kërkuar llogari. Askush nuk ka bërë analizë. Kanë qenë më të egër se sekretarët e partisë. Këta. Ndryshe ishte puna me mësuesët e lëndëve biologji, kimi, matematik, fizik. Se kryesisht këta kishin na njohur vetëm biografi. Kështu i strukturonte ajo. Në vitet e para të regjimit komunist ka patur shumë nxënës nga familjet si unë, për shumë si familja ime, që i kanë rrahur organizatat e rinisë, se në shkolla u krijua organizatat e rinisë dhe organizatat e pionerëve. Se mos organizata e rinisë ishte për të bërë terror në shkollë. Dhe në vitin 64 në shkollat u ngrit edhe sistemi i rrjetit i sigurimit të shtetit në shkolla, që raportonin ata kryesisht merreshin me mësuesët, raportonin njëri tjetrin mësuesët, por raportonin dhe nxënësit, fokusoheshin dhe te nxënësit që sigurimi dhe partia e punës i quante nxënës rinia reaksionare. Do unë si shafar antar rinie, se ne nuk na pranonin në rini, as në organizatën e pionerit, as në rini, por ne quheshim rinia reaksionare. Disa nga ata mësues që kanë pas me njolla në biografi, siç e thash më lart, kanë qenë bashkëpunëtorët më kriminal sigurimi i shtetit. Dhe autoriteti i dosjeve që kemi sot ne nuk i përmend fare, s'ka përmendur asnjë, u jep në dekorat në njëri që ka qenë i persekutuar, por nuk përmendin fare këta persekutorët. Se nuk ka qenë thjesht ai komunisti aty në fshatet që punonte me mua gjithë ditën. Nuk ishte ai që të dëmtonte, unë ata kam punuar, po s'më kanë dëmtuar ata gjatë kohës komunizmit, sepse mbaja distancën, thjesht lexoja kaq, kisha mikrobotën time, nuk merresha me ata. Por ishin këto, që për të përfituar për vete, për të rregulluar biografinë për vete, nuk e kishte problem të fuste ty në varr, pa bërë asgjë. Kjo ishte situata që unë e kam përjetuar në atë periudhë, në periudhën e shkollës. Pastaj është një histori, një jetë e tërë, një kalvar gjatë mundimesh, që njerëzit nuk e dinë se çfarë përjetonte zemra e njeriu, e një fëmije. Në një fshat, 91 djem dhe vajza të shkëlqyer, të mrekullueshëm, që mësonin, ishin të talentuar, asnjëri nuk vati shkot lart. Asnjë. Nuk i lanë asnjë. Por çfarë ishin baridhish? Kafshar, punonin me mushka. Punonin gjithë ditën, të vetmuar. Nuk të linin të luajë futboll në fushën e sportit. Të ishin nga nuk të menin në tabelën e nderit, nuk të nxjerrin. Unë që kam qenë mësuesi më i mirë i klasës, për gjatë viteve që kam qenë në shkollë, kur emri im nuk është vënë në tabelën e klasës. Kam lexuar me mira romane e libra në përgjithësi. Kur nuk më dhanë atë distinktiv, ka qenë miku i librit. Unë isha miku i librit. Kur them unë, them për gjithë ata që janë si unë. Nuk jam vetëm unë. Unë jam njëri nga flas në emër tyre. Po prandaj, ky ishte sepse ndërtoi një sistem të tillë. Shoqërinë shqiptare mund ta ndryshonte, mund ta dhunoshe. Mund ta shtypte, siç e shtypi. Por nuk e ndryshonte dot. Ai donte ta ndryshonte. Dhe e ndryshoi. Si e ndryshoi? Këtë e bëri nëpërmjet arsimit.